Është bllokuar dhe sekuestruar 116.5 kg lëndë narkotike në Sarandë nga strukturat kundër krimit të organizuar në komisariatin e policisë. Droga po tentohej të trafikojë për në Greqi nëpërmjet pikës së kalimit kufitar Qafbot. Për këtë ngjarje është arrestuar në flagrancë shtetasi Jorgo Dimitër Cakuli, 50 vjeç, banues në lagje numër 4 Sarandë, mbi të rëndon akuza për trafikim të lëndës narkotike të mbetur në tentativë. Lënda narkotike ishte fshehur në automjetin e tij, tip Seat, ngjyrë gri me targa greke IZA 6955. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë së krimeve të rënda në Tiranë. Një grua është grabitur në Tiranë teksa po ecte në rrugën Siri Kodra, ku 2 persona i kanë marrë çantën me 45.000 lekë. Grabitësit janë arrestuar në flagrancë nga policia dhe ata janë 2 të rinjt, Xhenis Hashimi dhe Bruno Abati, 22 vjeç. Ngjarja mësohet se ka ndodhur afër zonës së frigoriferit. Policia informon se gruaja e dëmtuar nga ngjarja po ecte në rrugë teksa është përballur me grabitësit, të cilët i kanë rrëmbyer me dhunë çantën. Çanta e grabitur i është kthyer gruas së dëmtuar. Lagosët në Durrës Artur Kaçi ishte i dënuar në Itali me 7 vjet e 9 muaj burg për trafik droge dhe vjedhje me dhunë. Lajmi është bërë i ditur nga policia e Durrësit, e cila sqaron se 35 vjeçari Kaçi prej disa vitesh ishte në kërkim dhe ndaj tij ekzistonte edhe një urdhër arresti ndërkombëtar. Burimet zyrtare thanë se ai ishte i dënuar nga gjykata e Sienës me 7 vjet e 9 muaj burg. Ndaj tij ishin ngritur akuza për vjedhje me dhunë dhe trafik droge. Rreshjet e dëborës që kanë përfshirë 2 ditët e fundit qarkun e Korçës kanë krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve në disa akse rrugore. Sipas informacioneve më të fundit, vështirësi ka pasur në akset Korç-Velitran, Korç-Cangolaj, Korç-Dar dhe Korç-Voskopoj, si dhe Ersek Leskovik, ku lëvizja automjeteve bëhet me zinxhir. Nuk raportohet për probleme në qarkullimin në akset Korç-Bilisht, Korç-Pogradec dhe Korç-Ersek.